Kreu I Shtëpisë së Bardhë Donald Trump paralajmëroi se forcat amerikane do të japin fund operacioneve në Iran shumë shpejt, ndërsa presidenti I Iranit Masoud Pezeshkian tha se vendi I tij ka vullnetin e nevojshëm për t'i dhënë fund luftës, përsa kohë që sigurohen se konflikti nuk do të shpërthejë sërish. I would say that within 2 weeks, maybe 3. Do të thoja se brenda 2 javësh, ndoshta 3, do të largohemi nga Irani, po I godasim shumë fort. Kemi shkatruar masivisht impjantet e prodhimit të raketave. Pavarësisht zhvillimeve të fundit, Irani vijoi sulme ndaj vendeve fqinje të Gjirit Persik duke lëshuar dronë dhe raketa. Në brigjet e Katarit, një anije cistern u përfshi nga flakët pasi u godit nga 2 preda. Qatar Energy, prodhuesi më I madh në botë I gazit të lëngshëm natyror, konfirmoi goditjen nga raketat iraniane, duke bërë me dije se asnjë nga 21 antarët e ekuipazhit në bord nuk u lëndua. Kuwaiti raportoi se dronë të mbështetur nga Irani shënjestruan rezervuar karburantesh në aeroportin e shtetit të Gjirit, ndërsa Banka Kombëtare e Kuwaitit mbylli shërbimet përkohësisht për arsye sigurie. Një person humbi jetën nga mbeturinat e rëna pas kapjes së një droni në Emiratet e Bashkuara Arabe. Arabia Saudite njoftoi se kapi dhe shkatërroi 2 dronë dhe Bahreini raportoi për sulme ndaj një objekti tregtar. Nga ana tjetër, Izraeli sulmoi rënd Libanin dhe njoftoi vrasjen e një komandanti të rëndësishëm të Hezbollahut. Rebelët Houthi në Yemen që mbështesin Iranin njoftuan sulme të reja ndaj Izraelit. Zhvillime vijnë edhe nga Iraku, ku raportohet se një gazetare amerikane u rrëmbye në Bagdad nga një grup I armatosur irakian I mbështetur nga Irani.